Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se vë takojmë në një emision tjetër të Pasion e Profesion. Jeni bashkë me mua Ariana Berishën si gjithmonë dhe ne do kemi goxha materiale që kemi më ju prezentu sot. Do kemi edhe kuzhinierët tu në studio, por së pari dua të falenderoj Podravkën, e cila mundson çdo herë realizimin e këtij emisioni. E unë kisha dashur që së bashku të ndjekim një recetë të përgatitur nga shefi jon Andi dhe pastaj të kthehemi përsëri këtu në studio. Sa me do së recet me file pule. Është marinoj mishën ato, me lmesa tona të Podravkës. Ndoqëm pra së bashku edhe recetën e përgatitur nga shef Andi, ndërsa tani është koha që të ndisni udhëtimin ton në Gjenevë. Shohim bashkë se si kemi kalu atje dhe rikthehemi përsëri në studio bashkë me kuzhinierët këto. Për të gjithë ju shikues të dashur të emisionit Pasion e Profesion, jemi përsëri edhe në këtë epizod në Zvicër. Jemi pranë në qytetin e bukur të Gjenevës, këtu pranë liçenit të Gjenevës. Pra ky liçen është i gjatë 73 kilometra, por gjithashtu 60% e këtij liçeni i takon Zvicrës dhe 40% i takon Francës. Po e shoh, kjo është një atraksion turistik që është mbrapa meje, është Gjedu, ku është një Shatërvan, pra Shatërvani i Gjenevës, i cili është atrakcion turistik për të gjithë turistët, sepse jo vetëm ditën që duket kaq bukur, por duket edhe natën shumë bukur, sepse i ndizën ato dritat dhe e bëjnë shumë atraktive. Por gjithashtu disa detaje për këtë Shatërvan. Shatërvani në vitin 1886, pra është ndërtuar si një valvull sigurie për në një stacion hidraulik. Gjithashtu në vitin 1951 i është ndruar vendi dhe është sjellë këtu në këtë vendin që është tani sot. Është 140 metra i lartë. E ne kemi ardhur pra në Gjenevë për një arsye. Kemi ardhur për të parë restorante, por sot e kemi një shqiptar i cili na tregon më shumë rreth restorantit të tij dhe recetave pra
të ti të cilat i bën në atë restorant. E qëndroni me ne për më zbulu më shumë, vazhdem. Dashur, ju tregova pak më herët që kemi më ardhur tek një restorant shqiptar këtu në Gjenevë, i cili ka bërë gati një muaj që është hap. Këtu bashkë me mua është zonja e shtëpisë, zonja Mimoza Mehmeti, e cila na ka prit në Charles Suisse. S'po di a e thash mirë ajo Mimoza. Po, super, Charles Suisse, po. Faleminderit shumë që na keni prit këtu, edhe restoranti u duk shumë bukur, gjithashtu edhe specialitetet. Pa mundesh më na tregu se çu inspirut për me hap këtë restorant? Shiko, inspirimi jonë është se unë jetoj këtu në Gjenevë prej 34 vitesh. U konë për mua rëndësishme me hap diçka për popullin e këtuhet që lidhet me traditat e këtyne. Por atë punë kem hapur këtë restorant që ka specialitetin e djathnave, si fondue dhe raclette. Fondue dhe raclette. Nuk e di sa e din, po besoj që gjithja kanë fillu edhe me kuptu më shumë rreth fondues dhe raclettit. Pa mundesh më na tregu pak a shumë se çush përgatitet ky specialitet? Po janë disa lloje, për shembull fonduja përgatitet me dy lloje djathnave, shka bluhen spari dhe zihen me një tenxhere. Pastaj ajo far tenxhere, si kjo. Shërbet me copat bukës edhe me pak kastraveca. Merr bukën dhe ngjyrë në djathë, edhe pastaj ju bëft mirë. Kjo është e tëra. E kemi provu pak më herët fonduen dhe raclettin nga Charles Suisse, dhe me të vërtetë nga bërë shumë përshtypje, por gjithashtu është një traditë shumë e veçantë. Po. Kurse racletti është pak më ndryshe se fonduja, jetë normal djathë është, po është një blok i djathit që ka e shkrim për mini maqinë dhe ajo hahet me patate. Si ka shku fillimi i hapjes të restorantit? Për fat mirë ka hetë, sepse u konë koha e dimrit, është ajo sezona ku hahet më së shumti kjo menyja e djathnave. Për nga të regon se që ka shku krejt procedura derisa keni arrit tek hapja dhe që po shkon tash pas hapjes? Po, para hapjes kena pas shumë punë. U dasht me mu interesu për kualitetin e djathnave më të mirë shka jonë këtu në Alpet Zvicerane. E si bët ajo për zgjedhja e djathit? E kem kërkuna vetë. Edhe kena pas shumë kontakt me njerëz që e prodhojnë vetë ata djathin. Po çu e bëni për zgjedhjen e djathit? Se besoj që është pjesa më e rëndësishme. Po, kjo është pjesa më e rëndësishme e këtij biznesi tonë, sepse jemi mundu me zgjedh djathnin më të mirë dhe më të shishëm për klientat e tonë. Momenti kur e kem zgjedh djathin, kemi shku nëpër Alpeve Zvicerane dhe kemi bisedu me ata pronarë që e prodhojnë djathin dhe kemi kërku. Ata besoj edhe ju kanë propozu se cili është djati më i mirë? Po, na kanë propozu djatin e mirë dhe na kanë dhënë atë historinë e djathit. Po, a mundesh më na tregu se përveç raclette dhe fondue,
Çfarë specialitete tjera përmban restoranti? Po, kemi tjera ushqime si pastat, oriznat, mishnat. Do të thotë nëse kushdo që vjen këtu si vizitor, si klient, pra mundet me provu dhe ushqime tjera përveç fondue dhe raclette. Po, Po që ju kisha propozu me i provu shumë fondue dhe raclette, sepse janë specialitete vërtet mira të shishme. Faleminderit. Gjithashtu edhe të veçanta që duheni patjetër një jetë me i provu, por kur t'ju pëlqejnë, kur i provoni një herë, besoj që i provojnë më shpesh apo jo, mimos. Shpresojmë gjithçysh. Po besoj që në të ardhmen, edhe pse është pak herët me thonë, po në të ardhmen besoj që keni edhe me u zgjeru më shumë me biznes, do shta edhe në vendet tjera me hapë, në Zvicër ose edhe në Kosovë, me na sjellë raclette dhe fondue? Po në të ardhmen, pse jo? Mujna me hapë edhe tjera restorante si këto Chalet Suisse, po kem qef një herë të fokuzohemi në këto, dhe ta këshimi masanej çka na preternja. Po për gjithë ata që po e ndjekin emisionin Pasion dhe Profesion, ju si mimoz, si zonja e shtëpisë, zonja e këtij restoranti Chalet Suisse, pse i kishe ftu gjithë ata që vinë këtu në vizitë, në restorant? I kisha ftu të vinë të aprovojnë ushqimin tonë dhe të ndjejnë ngrohtësinë në restorantit tonë dhe të janë mirë pritur prej normal ekipës tonë dhe të kalojnë një notë, një moment sa më të bukur. Mimoz, faleminderit shumë dhe shumë suksese juve këtu. Faleminderit për juve. Ndo që më praj së bashkë dhe udhëtimin tonë në Gjenevë, tani kuzhinjarët këtu janë bashkë me mua, është Niko dhe Giorgio, si që një mësuar tash 3 javë, do me thonë tash 3 epizodat e kaluara. Niko, how are you today? Hello, nice to meet you again. Very nice. What are you cooking today? Today we will make an Argentinian fillet with some pepperonis with garlic and balsamic vinegar. And it's a very easy recipe. We make it in Switzerland like this, in the restaurant that we are. So we will present you our meat from Argentina today. Okay, it's great. Pra edhe Niko për na tregon se çfarë ka me përgatitur sot, është vërtet kënaqësi shumë e madhe me i pas këtu edhe këtë epizod, sepse sot është realisht epizoda e fundit që e kemi në Zvicër, sepse do jemi në një vend tjetër javën e ardhshme. Giorgio, how are you? Good. Nice to see you again. Nice to see you too. What are you doing today? I'm gonna cook one meat from Lamis in Switzerland. We call it. We're gonna do it with a green kruste, and I will serve it with wild broccoli together. Okay, very nice. So I'm gonna let you start. So then I will be back to you. Yes, thank you. Ka shikos dashur po i lë edhe Nikon dhe Giorgion që të përgatiten pak e ne po shkëputemi për një blok të marketingut për qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio. U rikthyem pas blokut të marketingut e këtu bashkë me mua në studio janë Giorgio dhe Niko që vetë se janë përgatitur për me fillu recetat. Giorgio, with what do you start here? I will start with a lamb, Okay. which is one very amazing piece, and I will put it one crust outside, which is fill flavors together, and I will put it one pasta. After I will put in the oven, and then I will serve it with one very special sauce which I made it with the bones of the lamb, and I will make it also with wild broccoli together. I'm sure you need other products. Yes, of course I need. Okay, you can take them. Thank you. Nico, do you need something? Yeah, I will need something. Okay. For sure. Here we have a very nice fillet from Argentina. The quality is very nice. It's from a specifically farm that we are taking it. And you will taste it after and you will see. Yeah, so I can wait. Yep. You can take the products. Yep. Pra Thank you. të gjitha produktet edhe në emision, pra edhe Niko dhe Giorgio i marrin tek këndi ETC-s, sepse në ETC mundeni me gjetë gjithçka, nga ato produktet shtëpiake, gjithashtu edhe ushqimore, dhe me çmime shumë të volitshme.
So you're done. Okay. Pra edhe Niko dhe Giorgio I morën të gjitha produktet. How do you start? We start by cleaning the fillet. Okay. We will take out all the things that we don't need it to be pure the meat after. Okay, so you need special knives, I think. Yeah, sharp knives. Okay. It's not only special, it's to have a sharp knife. Okay. What is an essential tool that you always need in your kitchen? For sure, the knife is the continuing of my hand, always. One essential After it's, ingredient? you have to have an ingredient. Yes. Ingredient always to have sea salt, like flake salt. This is for the meat, this is the one and the first, to have a very nice salt, so it can give you all the aromas of the meat after. Okay. Por gjithashtu, shikues dashur, t'ju tregoj që edhe Giorgio dhe Niko I përdorin të gjitha erëzat nga Podravka, gjithashtu dhe vegetën, kështu që mos harroni me I përdorë edhe ju në shtëpitë e juaja, për me I bu ushqimet shumë të shishme. Okay. How do you do this? I want to watch here. So I will clean the outside. This is very hard. And after I will use old bread together with a lot of flavors, and I will mix it. After I will put it up to the meat before I will make it one fast cooking in the pan. And in the end, I will put in the oven. Okay. And together I will cook a little bit wild broccoli, which I bring it from there. And I will already make it one very nice sauce that I will serve it the lamb. Okay. Pra po ftoj dhe kamerën këtu më ardhe dhe me ja u tregu shikuesve prej nga afër se si Niko dhe Giorgio po e bëjnë përgatitjen e miqshit. I make it inside the white of the egg, and I put it in the green crust which I make it. So this one now, I will take it and I will put it in very hot pan. I will make one crust in the temperature. So we covered everything here, and after I will put in the oven big, like this. I'm cooking the wild broccoli. Here, this is special broccoli that I'm bringing from Switzerland. And I will cook in the water, and then I will give a little bit color in the pan. In the middle, I will take one sauce. It's
coming from Latin American. The name is chimichurri, and I will make the broccoli with this one in the top. This is with a lot of So, Giorgio, you're almost done. Yes. What is the biggest lesson that you learned all these years in the kitchen? In the kitchen, Yes. you mean? Yes, in the kitchen, I have to control it, my stress inside to the kitchen, because if you have a lot of people and you have to organize another people around you, and you have to be always perfect, and the food you have to be in the end. And how do you manage the staff? With organization, of course, with a lot of experience all of these years. Okay. Nico, how's everything going? We are almost finished. We have to finish the sauce now from the port wine. We have the peppers ready, we make our fillet, and we are only going to plate. Pra shikues edhe Niko edhe Giorgio janë gati në përfundim të pjatave që më nxi po pres më i provu. I can wait to try them. Por ne po shkëputemi për një blok të marketingut dhe rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio për të shikuar edhe pjatën e përfunduar nga Niko dhe Giorgio. Dashur, u rikthyem pas blokut të marketingut këtu në studion e Pasion e Profesion. Jemi bashkë me Nikon dhe me Giorgion, të cilët veç se i kanë përfunduar pjatat për këtë epizod të Pasion e Profesion. Hello again. Nico, hi. Hello. How? We have made here our fillet from Argentina with some peppers, with garlic that also here in Kosovo I think you love them. Yes, of course. And we have made after a sauce of the port wine. It's a bit sweet wine, and we glaze it a bit like we make a reduction in the casserole and it's glazing a bit. So after we plate the plate and it's ready. Okay. The meat now it's medium rare. I don't know if you like it medium rare. Yes, I love it. So I can wait to try it. Okay. Aty po mpresin edhe Artani bashkë me Naimin, me të cilët do i provojmë ushqimet. Ata vetë se i din këto ushqime sepse edhe përgatiten në restorantet e tyre në Zvicër. Por që disa prej tyre unë po i provoj për herë të parë dhe është vërtet kënaqësi e madhe që me i pa kështu nga afër përgatitjet e tyre këtu në kuzhinën e Pasion e Profesion në studion tonë. It looks delicious. Thank you very much. Like always. Thank you, thank you. So, we're ready. Okay, Yes. I will go
And I will wait for you. Yeah, should I put that down? Don't see it? What do you mean? What do you think? Or not? No, leave It's it. okay, okay. Edhe Artuani dhe Naimi janë duke prit pra. Mirë se po takohemi prap. Herën e fundit në studio. Valla, jo herën e fundit. Jo, këtu në studio. Aha, studio. Shkeni kalu? Shumë mirë, shumë mirë. Mirë, super. Kosova, çka po thojt? Se për Zvicër s'po ju pës mu. Se ju kemi bu këtu, ju kemi marrë krejt në Kosovë po mdokët. Kosova po thot ketë mirë. Vazhdoni që shollaj. A kishit mendu me u këthy kështu? Pse jo më? Jetu në Kosovë, pra? Ku jom kushtet e mira, s'pritoj me jetu ish, pse jo? Ne? Se na jemi pak ma i heshtu, nuk po përgjigjet kështu. Jo, mare pse, ne ata kena menu për këthim, po... Po kur s'tia. Unë shumë vjetë atje, i kena bo ka 35 vjetë. Tash mos ju pëlqej gjatë kësaj kohë që keni qëndru për emision. Na pëlqen gjithmonë, për ndryshe se ishim këtu, po. Deri sa të buhet moment. A më sigurisht që ka marrë momenti që ka më kon minimum kombinimi i jetës tonë. Faleminderit shumë që keni qenë për 4 epizoda me radhë këtu në Pasion e Profesion, pra gjatë një muaji. Gjithashtu faleminderit shumë që na keni sjell Gjorgjon dhe Nikon këtu. Është vërtet nder i madh me i pas këta dy shefa kaq të mirë këtu dhe me përgatit ushqime kaq të mira. Faleminderit juve për mundësinë. Besoj dhe shpresoj që ju kenë pru diçka shikuesve që me mujtë me përgatitë në shtëpitë e tyne pa hub kohë shumë. Realisht kemi dalë pak edhe nga ajo që jemi mësuar gjithmonë me pa në për emisione dhe na kanë sjellë receta të reja. Po, recetat thjeshta, recetat shnetshme, në fund e zgjedhëm edhe mishin se na shqiptarët pa mish s'mundem me fuj barkën. Po edhe kjo nuk merr shumë kohë. Shpresoj që do t'ju pëlqejnë. Nuk e zgjedhën mishin, po mishi ke esencial. Mishi është esencial, gjithashtu mos harrojmë t'rregojmë që Artuani dhe Naimi janë për kujdes që posaçërisht mishin ta kemi nga Argentina. E kemi sjell pra këtu në emisionin Pasion e Profesion dhe çdo ushqim, çdo gjë që është bërë me mishin nga Argentina dhe gjithashtu edhe me përbërësit të Podravkës, pa tjetër, por edhe disa përbërës të tjerë të cilët na kanë sjell nga Zvicra këtu në Pasion e Profesion. Faleminderit. Faleminderit për juve shumë, për mikpritësinë edhe për këtë staf mrekullueshëm që na kanë marrë si në shtëpitë tyne, na kanë hep pak tremën e këtë. Na kanë marrë për para. E tash është koha që me i ftu këtu Nikon dhe Gjorgjon për recetat e tyre të fundit në Pasion e Profesion. Pra për këtë muaj të Zvicrës. Niko and Giorgio, you can come here. Po i provojmë pra edhe këto... Po hajmë mish. Sot fjatën kryesore kështu. Ti haje mishin unë speca. Okej. Super. Pjatat shumë bukur për duken kështu. Edhe pjatat e bukura. Edhe, po besoj, pjatat i ka zgjedh Miranda. A janë? Kompliment. Kisha dashur edhe me na tregu pak për fund edhe një herë për gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion, Niko dhe Gjorgjo, se si si ka ardhur deri te përfundimi i pjatave. Niko, can you tell us more about the recipe? It's a filet of Argentinian, as we take it, as we import it in Switzerland. After we have to treat him very nice, very gentle, as I would say, because it's a very quality meat. The procedure is like the French style, like arroz. We make it with butter in the pan. After the peppers, it's like a sauté in the pan with some garlic, some onions, a bit balsamic vinegar to give us all the oxycities that we want. And the sauce is from a pork wine that we glaze it a bit like reduction in the casserole, and it's becoming a bit more like syrup. Giorgio? I take lamb rack, lamb carré. I clean the bone in the top, and then I take the whole piece of that, and I put it a little bit color in the pan. After I make one pasta with a lot of flavors inside, and then I put it in the top, and then I finish in the oven. I have wild broccoli,
That's I cook it and then I make it a little bit more in the pan to give it a little bit taste. And up of the broccoli I make one chimichurri sauce, which is coming from Latin America to give a little bit more taste. And the middle I have from the other bones, which I clean the flies. I make one sauce with red wine and rosemary, and I serve it in the middle. Thank you. Welcome. Thank you very much. It was a pleasure to have you here. It was a Thank you, pleasure guys. for us to be here. Okay. Po ta ndoj një copë të mirë ty, copë. i shef, e hënë komplet që shtu da? Ta bëjmë atë vogël. Ma të vogël. Dashta me ta prej me piru. A veç dashta me tregu pak që në këtë konsistencën këtu. Po mundet me marrë pamje dhe kamera, po Që ta e besoj. bona. Unë s'po t'lo vetë për marrë një spet. Jo, pa tjetër, zbën me mblon ju të dy vetë. Jo, që të provojnë. Gati si ajvar, po pa e vlu. On regull për që? Ju lumë shindurt. Sip. Again, Po. with hand, you know, like. Unë nuk kam fjalë. Ushqimi është një mrekullueshëm. Faleminderit shumë Artan dhe Naim Po, faleminderit juve. që ju kemi marrë pak kohë që ju kemi sjellë këtu në Kosovë, po faleminderit shumë edhe një herë që nuk keni fritua dhe keni planuar. Lirisht me nani prap në kësi kohë mirë, vi me gjithë shef. Faleminderit shumë edhe Po një herë. shumë mirë, faleminderit juve dhe stafit. S'kem qësh me një vetë ndryshën, ne jemi në shpitonë në Kosovë. Nico and Giorgio, thank you so much. It was a pleasure. It was a pleasure Thank you for very us much also. Thank that you. you came in your show. E shikues dashur, tani është koha për të ndjekur një recetë nga Arta Ahmetaj, po besoj që tashmë jeni mësuar që çdo javë kemi pas Artën duke na sjell një desert në fund të Pasion e Profesion. E ndjekim së bashku se çfarë deserti ka përgatitur kësaj rate dhe rikthehemi përsëri në studio bashkë. Përshëndetje, edhe sot do të ndaj një recetë me ju. Do të përgatisim biskota anglez, do të thotë biskota gjalpi. Përbërësit, do të thotë gjalp, sheqer pluhun, miell dhe vesët. Kujdes, jo të bardhët, vetëm të kuqt e vezëve. Së pari, gjalpin dhe sheqerin e tundim në mikser, derisa të bëhet një shkum, një krem. Pastaj shtoj kuqt e vezëve dhe mielin. Brumi do t'jetë i butë dhe pasi që të bëhet një masë homogjene, e fusim në kaush ose shiringë. Me anë të shiringës ju japim formën. Pra, biskotat u poqën dhe duken kështu. Po sa tëftohen, ne mundemi me i servu. Janë mjaft të shishëm, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë.
Shikues dashur, e ndoqëm edhe recetën e desertit nga Arta e Metaj, e tani është koha që të përshëndetemi edhe për këtë epizod të Pasione Profesion. Faleminderit shumë që keni ndarë kohë dhe na keni ndjekur, shpresoj që jeni ndarë të kënaqur me të gjitha receta, gjithashtu edhe me këtë muaj në Zvicran. Besoj që keni mësu shumë receta tjera, cilat vërtet nuk kemi mësuar ti shohim. Unë doa të falenderoj Podravkën, e cila si gjithmonë pra mundëson realizimin e emisionit Pasione Profesion. E ne shihemi përsëri bashkë javën tjetër me një shtet tjetër. Shtetin s'po ja u zbuloj, por e shohim bashkë javën e ardhshme. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.